zonjës Fatbardha Myftari. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhe uragani fitores, lideri historik i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Të nderuar kandidat për deputet, të dashur vëllezër e motra Dibran, bie bija, nëna e baballar. Unë jam Fatbardha Myftari. Jam me profesion mësuese, një profesion kaq i bukur, me shumë dinjitet, por ja që dinjiteti mungon për mësuesin. Unë dua të shpreh përpara jush dhimbjen e madhe që çdo ditë largohen të rinj dhe boshatisen shkollat dhe klasat. Çdo vit nga 2-3 klasa apo 4 janë më pak, e dhimbshme, si mësuese, si nën. Shkolla bosh dhe shtëpia bosh është tepër e dhimbshme. Dashur vëllezër e motra Dibran, profesioni i mësuesit është shumë i lartë. Është shërbëtor i dijes për brezat që do vinë dhe do të udhëheqin këtë tokë të bekuar. Ndaj, unë ju bëj thirrje që të sjellim filizat e njoma, bijtë e bijat tanë në tokën e tyre, në sofrat e tyre, në bangat e tyre të shkollës, të votojmë numri 1, të votojmë kandidatët tanë që janë si nata me ditën me kandidatët e pjesës tjetër. Ju falenderoj dhe përpara se ta mbyll, kam një thënie për ju, profesor doktor Sali Berisha. Njeriu i zgjuar nxjerr dritë nga errësira, nxjerr buzëqeshje nga loti dhe mirësi nga shpirti. Të falenderoj nga